Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut dhe vetëm prej Allahut të dim kërkojmë. E lusim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshirbërësin të na falë gjunat e gabimet tona. Dhe e lusim Allahun e madhëruar, mbrojtësit më të mirë, mikun e besimtarëve, të na mbrojë prej të këqijave të vetëve tona dhe të këqijave të punëve tona. Atë njeri që Allah I madhëruar nga mirësia e tij, nga mëshira e tij udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush të humbë nga ajo rrugë, dhe atë njeri që Allah I madhëruar e humbi nga rruga e drejtë me drejtsinë e tij për shkak të punës së njeriut, punës së keqe, nuk ka kush që ta udhëzojë në atë rrugë sërish përveç tij, askush përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se I vetmi I cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allah I madhëruar I vetëm dhe I pashok, dhe se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguar I tij. E më pas, Allah I madhëruar thot në Kur'anin famlart: O Ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të vërtetë, dhe mos vdisni ndryshe veçse si besimtar musliman, nëse dëshironi shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Të dashur vëllezër, falënderimi takon vetëm Allahut të madhëruar I cili na udhëzoi në rrugën e drejtë në Islam. Nuk ka mirësi më të madhe se sa ai njeriu I cili e kupton qëllimin e krijimit të tij. E kupton se jeton dhe e di shumë qartë se çfarë e pret pas vdekjes. Tek besimtari I udhëzuar është shumë e qartë synimi I jetesës së tij, qëllimi I krijimit të tij. Pse jeton? Cili është qëllimi I krijimit të njeriut? Allah I madhëruar thot në Kur'anin famlar: dhe nuk I kam krijuar xhinët dhe njerëzit për tjetër qëllim, por vetëm për të madhëruar mua të vetëm. Dhe adhurimin e të kupton çdo punë që Allahu e do dhe është I kënaqur me të. Çdo punë që Allahu ka urdhëruar dhe na ka ndaluar për saj. Besimtari është I vetëdijshëm. Ai është I vetëdijshëm për atë që e pret. Është I vetëdijshëm dhe është I njohur shumë mirë me të mirën se cila është e mira dhe e keqe. Të dashur vëllezër, besimtari është I këshilluar se kur e shikon një person të sprovuar, thot: falënderimi I përket Allahut të madhëruar I cili më shpëtoi mua të jem si ky person, dhe me të vërtet më ka dhënë mua mirësi prej shumë mirësive që I ka dhënë shumë për krijesave të tij. Gjithashtu, kur shikoj një person I cili sprovohet me një smundje, ne du të kujtojmë se me të vërtet shëndeti është një nga mirësitë më të mëdha që Allahu I madhëruar I ka dhënë njeriu. Për dy mirësi njeriu mashtrohet dhe nuk I vlerëson ato, ka thënë profeti alayhis salam. Ato janë shëndeti dhe koha e lirë. Shëndeti dhe koha e lirë. Gjithashtu, profeti alayhis salam në një hadith tjetër na tregon se ai I lutesh Allahut të madhëruar që ta ruante nga 4 gjëra. Transmeton Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma, u thot: kam dëgjuar profetin alayhis salam të lutesh: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. O Allah, unë të kërkoj ty mbrojtje prej shtukjes së mirësive, prej ikjes së mirësive nga unë, wa tahawuli afiyatik, dhe prej ndryshimit të gjendjes sime nga një gjendje e mirë me shëndet në një gjendje jo të mirë dhe të sëmurë. Wa fujaati niqmatik, dhe prej dënimit tënd që vjen papritmos. Wa jamia sakhatik, dhe kërkoj mbrojtje prej të gjitha shkaqeve
që sjellin zemërimin tënd. Në pikën e parë të lutjes, në kërkesën e parë të lutjes, profeti alayhis salam lutesh që Allahu ta ruante nga zhdukja dhe humbja e mirësive. Dhe çdo mirësi dhe çdo begati është nga Allahu i madhëruar. Dhe mirësitë e Allahut të madhëruar dhe begatitë e tij shtohen nëse robi njeriu falenderon Allahun e madhëruar, falenderon atë që i dhuroi mirësitë. Dhe mirësitë largohen dhe humbin nga njeriu nëse njeriu nuk është falenderues i atyre mirësive. Dhe nëse ju falenderoni, thot Allah i madhëruar, Allahu do t'ja shtojë juve mirësitë. Dhe nëse ju mohoni, Allahu nuk i do mos mirënjohës. Gjunahet gjithashtu, ato gjunahe të cilat i bën njeriu dhe nuk kërkon falje prej tyre, dhe nuk kërkon falje për ato gjunahe, dhe nuk pendohet tek Allahu i madhëruar, le ta di se mirësitë që Allahu Azza wa Jalla ja ka dhënë, do t'i marri ato mirësi prej tij. Dhe është shumë e dhimbshme për njeriu kur mësohet me disa mirësi që i ka gjithmonë. Dhe në momentin kur ato mirësi që ai ka i largohen, nuk i ka më, ai ndjen një dhimbje shumë të madhe. Një nga mirësitë më të mëdha që kemi është shëndeti. Dhe është një fjalë arabe shumë e njohur, e cila thot, një fjalë e urtë arabe, shëndeti është një kuror mbi kokat e atyre që janë të shëndetshëm. Nuk ka mundësi ta shikoj këtë kuror vetëse të smurët. E kemi shëndetin dhe nuk e vlerësojmë. Dhe e vlerësojmë kur sëmuren. Kur sëmuremi e shikojmë dhe e vërejmë se me të vërtet në çfarë mirësie jemi. Ai i cili shikon nuk e vlerëson shikimin e tij. Do ta vlerësoj nëse ky shikim i largohet. Nëse ai që ecën me këmbët e tij nuk mund ta vlerësoj këtë mirësi vetëm në momentin nëse Allahu ka caktuar t'ia marrë këmbët. Nëse personi ka pasuri, ka të mira, nuk e vlerëson këtë mirësi vetëm në momentin kur ai falimenton për shkak. Dhe ke pa gjë. Por se a ka dobi pendimi dhe pishmani pasi ti je zhytur në gabime dhe nuk e penduar dhe këto mirësi t'u larguan? Nëse pendimi yt është sinqert në ato gabime që bëre, që ishin shkak që ato të mira t'u largohen prej teje, dije se pendimi i sinqert është shkak që të rikthehen sërish. Sepse Allahu është fisnik, është bujar, është i mëshirshëm. Dhe nëse ju ktheheni, ne kthehemi. Dhe nëse ju ktheheni, wa in udtum udna. Dhe nëse ju ktheheni, ne kthehemi. Dhe nëse ti afrohesh duke ecur tek Allahu i madhëruar, Allahu afrohet te ty duke vrapuar. Pika e dytë që profeti alayhis salam, çështja e dytë që profeti alayhis salam kërkoi mbrojtje është wa tahawuli afiyati. Kërkoi mbrojtje nga ndryshimi i gjendjes. Kur jam në shëndet të plot, kur jam në rahati dhe mirëqenie, dhe kjo gjendje ndryshon për më keq, ndryshon në sëmundje dhe jo rahati. Besimtari e kërkon rahatin dhe mirëqenien dhe shëndetin. Dhe nuk e kërkon sëmundje dhe sprovën dhe fatkeqësi. Është logjikshme, është normale. Çdo kush për ne këtu
dëshiron të ketë shëndet të plot, të ketë rahati të plot, të jetë në mirëqenie. Por se Allah i madhëruar e ndryshon gjendjen tënde, qoftë për mirë, qoftë për keq, në varësi të punës tënde. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ky popull të ndryshojë gjendjen e tij. Nëse ju ndryshoni duke u kthyer tek Allahu me falënderim dhe pendim, Allahu do ndryshojë gjendjen e juaj nga të keqja në të mirë. Dhe nëse ju ndryshoni gjendjen tuaj nga e mira në të keqen, nga bindja në kundërshtim të Allahut, nga falënderimi në mosmirënjohje, nga bindje në kundërshtim, dije se Allahu i madhëruar do ta ndryshojë gjendjen tënde nga të mirë në të keqen. Allahu na ruaj. Çështja e tretë dhe është çështje shumë e rëndësishme. Wa fujaati niqmatik. O Allah, unë kërkoj mbrojtje me ty të më ruash nga dënimi yt që vjen pa pritmas. Dhe unë nuk jam i vëmendshëm. Jam i shkujtesur nga gjendja ime. Dhe mendoj se kam jetë për të jetuar gjatë. Dhe mendoj se shëndeti im do jetë me mua gjatë. Dhe mendoj se ta kem shtëpinë time për herë. Dhe mendoj se të jemi pasur për herë. Dënimet e Allahut ndahen dy pjesë. Në lidhje se si vinë ato tek njeriu. Ka dënime që Allahu i jep shëja njeriu se po vjen diçka jo e mirë. Një fatkeqësi, një dënim. Dhe ai përgatitet. Për shembull, vinë disa shenja sëmundje në trupin tënd, që të paralajmërojnë që ti ke një sëmundje të rëndë. Dhe njeriu përgatitet të kujtohet dhe kthehet tek Allahu me pendim. Dhe ka momente dhe ka raste dhe gjendje kur dënimi i Allahut vjen pa pritmas, një paralizë. Kur vjen vdekja pa pritmas. Kur vjen diçka e rëndë pa pritmas. Kur njeriu është i papërgatitur për gjendjen që do t'i vi, është më e rëndë sepse është i papërgatitur që ta presi atë gjendje jo të mirë me pendim. Dhe është i shkujtesur. Dhe një nga llojet e dënimeve që Allahu i madhëruar i jep të popujve që kanë qenë para nesh, thotë dhe atyre i vinte dënimi dhe ata ishin në gjuhë. Dhe atyre i vinte dënimi paraditës dhe ata në paraditë dhe ata ishin duke luajtur. Njeriu harrohet. Mendon se gjithçka e ka nga vetë e tij. Mendon se ka dorë jetën e tij, riskun e tij. Mendon se ai mund të bëjë gjithçka. Kur mendon njeriu se ai arriti gjithçka, është i fortë për gjithçka, ai ka mundësi të bëjë gjithçka, ai ka mashtruar vetëm se veten e tij. A nuk e shikon njeriu veten e tij se nga çfarë është krijuar? A nuk duhet kujtojmë ne nga e kemi origjinën e krijimit, lëndën? A nuk duhet mendojmë ne se momenti kur del shpirti nga trupi, çfarë bëhemi në varret tona? Çfarë shndrohemi? Çfarë pamje kemi? Çfarë e hajmë trupin tonë? Sa vlejmë ne kur mburremi me pamjen tonë, me fuqinë tonë, me pasurinë tonë, me kohën që kemi në dispozicion, me miqta. Ai i cili ka humbur Allahun, i ka humbur gjithë. Dhe ai i cili është me Allahun, i ka gjithçka. Luma i cili e përkujtoi veten dhe llogarit. Edhe pse sot shoqëria ne dhe thohemi një shoqëri që është kujdesur, neglizhente, shpërfillse, nënçmuese të mësimeve tona, të Kuranit dhe të haditheve profetike. Por se njeriu i zgjuar dhe i mençur ecën me atë që është më e mira
dhe më e drejta. Dhe i peshon gjërat. Tek vlerësimi i shoqërisë sot, i mençur është ai person që ka këtë cilësi. Ndërsa në hadithin profetik thuhet, dhe i mençuri dhe i zgjuari është ai i cili përgatitet në mënyrë më të mirë për atë që e pret mbas vdekjes. Kjo do të thotë që ne nuk mësohemi, nuk i shijojmë të mira që Allahu ka lejuar. Por ne nuk jemi kryenet që krye lartë në djemdhej dhe na pëlqen vetvetja në ato që kemi. Dhe nuk burremi dhe nuk jemi përçmues të tjerëve. Por se për çdo mirësi falenderojmë Allahun e madhëruar. Prandaj le të ketë kujdes njeriu. Le ta lusi Allahun e madhëruar që ta ruaj nga dënimi që vjen papritmas. Nga mirësia e Allahut dhe mëshira e Tij është që na ka udhëzuar në rrugën e drejtë dhe na ka mësuar këtë lutje profetike. Këtë lutje që ka shumë rëndësi për njeriu, për individin. Dhe pika 4, çështja 4, që profeti alayhis salam kërkoi mbrojtje, o Allah, më ruaj nga i gjithë zemërimi yt, nga të gjitha shkaqet që sillin zemërimin tënd. Dhe gjunahet janë shkak për tërheqjen e zemërimit të Allahut. Dhe kur zemërohet Allahu i madhëruar, do i vinë njeriu të gjitha këqijat. Dhe nëse Allahu është i kënaqur me ty, do të vinë gjithë të mirat. Dhe ai i cili e kërkon kënaqësinë e Allahut, edhe se tërë njerëzimi, tërë shoqëria është e zemëruar me ty, ai do fitojë kënaqësinë të dyve. Dhe ai i cili zemëron Allahun për fituar kënaqësinë e njerëzve, do ketë në fund zemërimin e të dyve. Allahu na bëf për atyre që kërkojnë kënaqësinë e krijuesit të Allahut madhëruar. Dhe punojnë për atë që e pret në të ardhmen. Dhe ardhmja për njeriu nuk është e ardhme e cila ka për qëllim ardhmen për të qenë dikushi, për siguruar ekonominë, për të qenë pra për të patur një jetë më të mirë, dhe kjo është normale që të jenë synimet njeriu. Por se ardhmja e vërtet është të njohë dhe të besojë njeriu se cili është qëllimi i ardhjes së tij në këtë botë. Dhe pse ai jeton? Dhe çfarë ka mbas asaj që quhet vdekje? Besimtari është gjithmonë i përgatitur dhe përkujtues i vetvetes. I përgatitur duke qenë gjithmonë i penduar për gjunahet që bën, se s'ka njeri që s'bën gabime, dhe gabimtari më i mirë i cili pendohet, është gjithmonë falënderues për ato mirësi që Allahu i ka dhënë, dhe gjithmonë është durues për ato sprova që Allahu i ka dhënë. Jetë dhe çdo kush të sprovohet, dhe detyrë për ne është të durojmë në atë që Allahu na sprovon, të falenderojmë mirësitë e Tij dhe kur gabojmë të jemi kërkues të faljes së Allahut madhëruar. Allahu na bëf për tyre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Të dashur vëllezër, në hutbën e dytë duhet përmend një hadith madhështor, shkurtimisht e përmend këtë hadith, sepse është një hadith i cili gjithmonë kur e lexoj nuk ngopem, pra dua ta lexoj disa herë. Thot profeti alayhis salam, thot njeriu më i dashur tek Allahu është ai i cili është më i dobishëm me njerëzit. Dhe puna më e dashur tek Allahu i madhëruar është ti fusësh kënaqësi vllajt tënd musliman në zemrën e tij. Ku shkon në vllajin e tij
për t'i larguar një të keqe, për t'i mbaruar një punë që ai ka, Allahu i madhëruar do t'ia forcoj këmbët e tij ditën e gjykimit mbi siratin, mbi urën e siratit. Kush i heq një brënd vllajit të tij, Allahu do t'ia heqë atij një brënd ditën e gjykimit. Dhe thot profeti selam, dhe është më e mirë për mua të shkoj në vllajin tim për t'i mbaruar atij një punë, një çështje që ai ka, një shqetësim që e përkupon. Derisa ai ta mbaroj, është më e dashur dhe ka vlerë më shumë se sa të qëndroj një muaj itikaf, pra një muaj qëndrim në xhamin time duke adhuruar Allahun e madhëruar. Është më e vlefshme dhe është adhurim më i madh të shkoj me shokun tim, me vllajin tim, për t'i mbaruar një punë që ai ka, një shqetësim, për t'a lehtësuar, është më e vlefshme tek Allahu i madhëruar se sa qëndrimi i një muaj itikaf, pra itikaf do thotë të qëndrosh në xhami vetëm në xhami brenda për ta adhuruar Allahun e madhëruar. Është më e rëndësishme, më me vlerë tek Allahu i madhëruar të shkosh me vllajin tënd, ta ndihmosh për një çështje, për një punë që ai e ka, se sa të qëndrosh një muaj në xhamin time, pra në xhamin e profetit sallallahu për ta adhuruar Allahun e madhëruar. Dhe në fund hadithit thuhet, dhe morali i keq i prish punët e mira që përmendëm, siç e prish ufulla mjalt. Besimtari është ai i cili nuk mjaftohet me adhurimet, por është gjithashtu në moral të lartë. Ai është robi i Allahut, adhuruesi i tij, por gjithashtu ai është pozitiv dhe i dobishëm për shoqërinë. Vetëm kjo shprehje që thot profeti selam është një shprehje, një fjalë shumë madhështore. Puna më e dashur tek Allahu i madhëruar është të mësosh një musliman, një besimtar. Të fusësh kënaqësinë në zemrën e një besimtari. Të futesh kënaqësinë në zemrën e besimtarit, mund të arrish një buzëqeshje me një dhuratë, duke e ndihmuar, duke e vizituar kur ai është sëmur. Fjala e mirë është sadaka. Fjala e mirë është lëmosh, dhuratë. Nuk ka punë më të mirë pas devotshmërisë se sa morali i lartë. Dhe besimtari më i mirë është ai i cili është më i dobishëm për të tjerët. Do jetë Allahu në ndihmën e robit të tij, përderisa robi është në ndihmën e vllajit të tij. Dhe sa bukuri ka kur besimtari niset nga shtëpia e tij, nga vendi i tij, për të vizituar vllajin e tij që është i sëmur. A e di të dashur vëllezër sa engjëj lutën për atë besimtar që shkon për të vizituar vllajin e tij të sëmur? Ka ardhur hadithi profetik që për të lutën 70.000 engjëj. 70.000 engjëj veçohen dhe i bëhen detyrë të lutën për atë i cili viziton vllajin e tij kur është sëmur. I sëmuri ka nevojë për vllajin e tij, patjetër, për një fjalë të mirë, për një lutje, për një dhuratë. Të ruash ndjenjat e vllajit tënd është shumë e rëndësishme. Të ruash ndjenjat e vllajit, shokut tënd, të afërmit tënd është shumë e rëndësishme. Prandaj besimtari duhet të jetë gjithmonë i ndjeshëm dhe duhet t'i ruajë ndjenjat e vllajit të tij. Dhe duhet të jetë gjithmonë i dobishëm dhe pozitiv me ata të cilët i rrethon. E rrethojnë atë. Prandaj Allahu i madhëruar do jetë i mëshirshëm me ty, përderisa ti je i mëshirshëm me krijesat e tij. Thot profeti alayhis salam, mëshironi ata që janë mbi tokë,
t'ju mbëshiroj juve ai që është në qiell. Nëse ju i fali njerëzit, Allahu do ju fali juve. Nëse ju jeni të mirë me njerëzit, Allahu do jetë i mirë me ju. Dhe nuk ka gjë më të bukur se sa vëllazëria në Islam. Nga gjëra më të bukura që më ka bërë përshtypje të pandaj me ju, ku ka pranuar Islamin, ishte fjala në xhami ku më thanë o vllai. O vllai mësie. Dhe unë vija në 97 nga një shoqëri, isha 16 vjeç, kjo vllai im si ishte përdorur. Ta shka me shaka, o vllai mësie. Ishte një atmosferë shumë e bukur xhamia Mbret, në Elbasan. Dhe kjo fjalë mjaftoi për mua, ishte nga shkaqet që më nxiti dhe më bëri më të dashur këtë fe. Dhe me këtë e mbyllim këtë histori, që është shumë prekse, tregohet që sahabët në një luftë ishin plagosur me plagë shumë të rënda dhe të gjithë ishin gati për të vdekur. Dhe njëri prej tyre, këtë histori e dini të gjithë besoj, njëri prej tyre kërkon ujë. Dhe i shkon dikush prej sahabëve, prej shokëve të Profetit sallallahu alajhi wasallam, i kërkon që sahabi i plagosur kërkon ujë. Dhe shkon sahabi tjetër dhe i jep ujë. Momenti që ai do t'i japi ujë, sahabi i dytë i plagosur thotë dua unë ujë. I thot i pari, shko tek vllai im atje, tek i dyti. Kur shkon tek i dyti, i thot i treti dua ujë dhe unë. I dyti thot më lë mua dhe shko tek vllai tjetër, ke shoku im tjetër i tretë. Kur shkon tek i treti ndron jetë dhe i dyti po ashtu dhe i parë. Allah i madhëruar thot dhe i lavdëron besimtarët që i japin përparësi për këtë botë, pra për gjërat e kësaj bote, i japin përparësi vëllezërve të tyre në fe dhe besim. Dhe nuk ka gjë më të bukur kur ti i jep përparësi tjetrit për hir të Allahut madhëruar. Dhe Islami ka ardhur për të plotësuar moralet e larta. Thot profeti alayhis salam, jam dërguar për të plotësuar moralet më fisnike, më të larta. Dhe Islami është feja e vetme që Allahu ka zbritur për njerëzimin, që është në përputhje me natyrshmërinë e njerëzve. E lutë Allahun e madhëruar të na udhëzojë në moralet e larta. E lutë Allahun e madhëruar të na udhëzojë tek më e mira, dhe të na ndihmojë të veprojmë më të mirën. E lutë Allahun e madhëruar të na largojë nga e keqja dhe të këqijt. E lutë Allahun e madhëruar të udhëzojë familjet tona, fëmijët tanë në rrugën e drejtë. E lutë Allahun e madhëruar të na mbajnë këtë fe deri në fund në besimin e drejtë, deri në fund, deri në momentin kur të japë shpirtin tek Allahu i madhëruar dhe ai është i kënaqur me ne. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقم الصلاة.